Në mbrëmje të nderuar shikues dhe mirë se erdhët në emisionin Debat me fakte, këtu në studion e portalit informativ Fakti Ditar. Struga është një nga qendrat më të rëndësishme turistike, ekonomike dhe kulturore të vendit tonë. Ajo ka hyrë në një sezon turistik me shumë pritshmëri, por edhe me shumë sfida. Diku fillian nga zhvillimi i turizmit, investimet në infrastrukturë, problemet me ujin e pijshëm, korridori mbtet dhe paralajmërimet e UNESCO-s janë vetëm disa nga sfidat me të cilat po përballen qytetarët e saj. Për të folur për gjithë këto, sot të ftuar në emisionin tonë kemi kryetarin e kësaj komune, zoti Mendi Qyra. Mirëmbrëma zoti Qyra dhe mirë se erdhët në Debat me fakte. Zoti Qyra, jemi në prag të sezonit veror. Cila është oferta turistike e Strugës dhe çfarë si do të kenë vizitorët vendasve tuaj në Strugë këtë vit? Struga është vend turistik dhe ofertën e ka gjithmonë të gatshme në aspektin e pasurisë natyrore, ku e ka liçin dhe ofron si mundësi dhe përveç asaj sigurisht edhe pjesën tjetër të bukurisë të cilët e ka, drinin, malin, por edhe infrastruktura që tani dal nga dal po rregullohet dhe po jep do të japë më shumë mundësi që qytetarët jo vetëm nga Maqedonia, por edhe nga rajoni të vinë. Normalisht ne kemi bërë të pamundurën që të ketë disa kushte më të favorshme se vitet e kaluara. Kemi nisë nga dritat e ndriçimit publik, i cili ka qenë shumë i deficitare dhe nuk ka pas ndriçim. Kemi rregulluar ato 100%, kemi filluar me pjesën tjetër të pastrimit, që është një ndër elementet kryesore. Kemi vazhduar me gjelbrimin sa kemi mundur, duke ditur që gjelbrini është një ndër elementet kryesore për të tërheqë turistët, mandej pjesa e hotelerisë, po fusin ndar edhe digitalizimin që qytetarët ku të vinë të dinë ku të parkojnë, ku të orientohen, të gjejnë edhe strehime të cilët qofshin ato hotele apo dhoma private dhe shumë gjëra tjerë, të cilët unë mund të them që ka akoma për të dëshiruar, për arsye se vitet e kaluara me dekada Struga është paraqitur edhe si vend turistik, por nga ana tjetër të hyrat kryesore kanë qenë nga ndërtimtaria dhe shumë pak i është përshtysuar pjesës së turizmit dhe në këtë drejtim ne si qeveri e re, tani që sonë si qytetar, kemi masa që për vitet e ardhshme patjetër dhe ta kthejmë në veten e duhur që me të vërtet tregohet që qyteti i Strugës të jetë vend me të vërtet si veprimtari kryesor e turizmit dhe mandej pjesa tjetër e ndërtimtarisë. Ka bërë me lidhjen ujore nga Struga në Pogradec, ku me kryetarin e Pogradecit kemi folur. A ekziston një projekt konkret të Qyra për këtë? Dhe pse Maqedonia e Veriut ka humbur një mbështetje financiare për 1.5 milion euro nga Bashkimi Evropian për linjën ujore Pogradec-Strugë? Ka qenë mungesë gatishmërie dhe vullneti politik apo? Ka verzione të ndryshme, ka verzione që nuk ka pas gatishmëri të mjaftueshëm, normalisht që të dy palët hedhin topin njëra tjetrit, ne e kemi ngritur si problem. Kjo është të humbur ky investim që ka qenë për 2 anije me panele diellore ekologjike, domethënë për qytetin, për liçenin e Strugës edhe Ohrit në përgjithësi Pogradecit, që të jenë ekologjike, duke ditur që liçeni i Ohrit është në UNESCO dhe në këtë drejtim janë ndarë mjetet, janë përcaktuar edhe forma dhe mënyra, ka pas i marrëveshje edhe vitin e kaluar më shumë se një vit ka një marrëveshje ndër 2 qeverive. Ne tani si 2 kryetar komunave, po edhe kryetari i Ohrit bashkërisht duam ta ngrejmë në nivel më të lartë. Kërkojmë nga media që të ngrihet ky si problem, sepse është një vlerësuar e qytetit Strugës, por jo vetëm, domethënë Pogradecit dhe Ohrit, sepse të ketë mundësi që qytetarët e lëvizin jo vetëm gjatë derës, turistët, por edhe qytetarët e rëndon gjatë jashtë sezonit turistik të kalojnë në Pogradec dhe anas tjetër, në ana tjetër sigurisht do të i cili është edhe ajo është një problem në vetin. Sidomos gjatë stinës së verës. Sidomos gjatë stinës së verës, por edhe jashtë stinës, për arsye se ka
frekuentim të trafikut të tepruar dhe kjo është kërkuar nga dy kryetarët e komunës. Unë kam pasur edhe një takim me ministrin e kulturës të Shqipërisë. Sot kisha një takim edhe me zëvendës me ministrin e punëve të brendshme dhe ministrin bashkë me kryetarin e Medibës, sepse edhe ky problem është edhe me Diba atje. Dhe kjo marrë gatishmëri që kjo punë do zgjidhet shumë dhe po kam lidhëson dhe ka vullnet dhe kjo sigurisht do të jetë një lajm i mirë, po mendoj që ditën e marrë do të jetë më zyrtare që kjo ku të kalojë në qeveri dhe pastaj në Ju kishe një takim para disa kohë më Prishtinë, së bashku me kryetarin e Prishtinës të Ulqimit. A do të ketë një paketë të përbashkët turistike Strug-Ulqim Prishtinë? Hapo të para që kam bërë me qytete të rëndësishme turistike që janë në tre qytete, ku kisha takim me Zotin Ramën dhe me kryetarin e komunës së Ulqimit për bën një memorandum bashkëpunimi dhe e lam që normalisht të organizohen dhe të fillojnë që lëvizja të jetë nga Ulqini dhe në Strug, pse jo edhe në Durrës dhe në vende tjera. Dhe besoj që ti rikthehen ato pjesët e turistëve të cilët i ka pas Struga nga Kosova. Sepse këtë fundi një pjesë e tyre për shkak të rrugës normalisht kanë kanë devijuar në pjesën e Shqipërisë, por edhe kalen në një pjesë edhe në Ohër edhe në vende tjera. Kurse tradit ka qenë që shkollat e nesme dhe të leqare të Kosovës të vinë në Strug. Ne këtë duhet ta kthejmë dhe ta rikthejmë. Fillon lulizon edhe turizmi, por edhe hotelierët janë më. Cili është qëndrimi, po ekziston gatishmëri nga qeveria e Maqedonisë së Veriut për ta mbështetur qoftë financiarisht apo duke promovuar Strugën si qendër turistike? Dhe cilat janë raportet e komunës së Strugës ekzekutivin? Raportet sigurisht që mrem mirë me qeverinë, memërisht ndihmësa e madhe që do të jetë për qytetin e Strugës, flas për ndihmësa të mëdha të cilat kanë të bëjnë me infrastrukturën. Sepse gjatë 2 dekada gati një ka pas asnjë projekt të madh dhe për fat të mirë tani kemi ne 6 projekte infrastrukturore që kanë filluar të realizohen në terren dhe kjo është një ndihmëse e madhe dhe gjithsesi falenderoj qeverinë. Por ne kemi edhe projekte tjera të cilat do të zhvillojnë në vitin 2027, sepse kemi filluar një rrugë e cila është shumë e domosdoshme, një arterie e veçantë të lehtësuar trafikun e ngarkuar që vjen nga Dibra dhe Velesha në një pjesë të fshatrave, që gjatë verës për të ardhur në qytet duhet rreth 1 orë, 1 orë e gjysmë. Ne tani atë kemi filluar, është faza e parë. Dhe se faza e dytë të 2027 dhe shpresoj 2027 edhe nga 2028 ta përmbyllim si një ndër projektet historike të qytetit të Strugës. Ky është një ndihmës, normalisht ne kemi edhe projekte tjera lokale të cilat i kemi projektuar, kemi të bëjmë me qendrën Vacak. Për shembull, ka disa projekte si çështja e ujrave të zeza apo ujësjellse që nuk mund të përballohet vetëm nga buxheti i komunës së Strugës. Gjithsesi, e kam folur dhe them gjithmonë që janë projekte shumë të mëdha. Edhe për ujrat e zeza, por edhe ujësjellsi, por edhe mbetje të cilat janë për fat të keq një kancer i cili është krijuar me vitet, me dekada, dhe aty punohet në çdo fushë. Ne si pushtet lokal i kemi prek të gjithë problematika. Disat i kemi filluar, disat shpresojmë të fillojmë së shpejti dhe sigurisht i edhe disa projekte i përgatisim të cilët janë projekte më afatgjate të cilët 2027-2028 dhe të fillojnë. Punohet edhe për ujësjellsin edhe për ujrat e zeza, të cilët atje janë filluar më herët, kanë ndetur në gjysmë, dhe shumë të tjerë të cilët janë ndër kërkesat e tyre, sepse ato sa dini ka fondet e Sa po shfrytëzohen fondet e IPA komunës së Strugës dhe fondet që rrjedhin nga Bashkimi Evropian
në aspektin e bashkëpunimit ndër kufitarët? Tani them sa i shfrytëzon, unë nuk mund të them saktë sa i shfrytëzon sepse nuk janë shfrytëzuar, janë shfrytëzuar shumë pak. Tani fillojmë të shfrytëzojmë shpresoj vitet në vijim, du punohet më shumë, por nga ana tjetër duhet kemi një ekip më profesionale e cila duhet përgatisë projekte më. Pasi një në zonë kufitare, zakonisht edhe kemi në projekt që ka të bëjë me dy qytetet të cilët varësisht kush ka e zgjedh. Ne kemi zgjedhur qytetin e Përgadezit, por edhe Korçës jemi në bisedime që për të përdorur këto IPA fonde të cilat do të ndihmojnë në projektet e radhës. Këto janë projektet të cilat ne i kemi piketuar, cilat do të jenë. Nëse shpejti besoj në këtë vit, nëse arrin të marrin, do të jenë projekte shumë interesante. Dhe duam që të ketë rreth liçenit një shteg bicikletash dhe sigurisht një shteg për këmbësarët të cilët duhet lëvizin nga stryga në Ohrid, po pse edhe nga Ohri po Përgadez është bërë një qark të tillë. Po sigurisht është një projekt pak më afatgjatë, por ne që kemi filluar 1 kilometër tani këtë vit dhe të përmbyllët si fillim dhe shpresoj që edhe me fondet tjera të cilat tani folëm, besoj që na jepet mundësia të bëjmë projekte afatgjata të cilat do të shifin edhe turistë, por edhe do të ketë një impakt pozitiv. Zoti Xhiren, më herët përmendet çështja me deponisë. Deponia e Strugës ka shkaktuar shqetësim të shumta dhe ditëve të fundit ka tërhequr edhe reagimin e ambasadorit të Bashkimit Evropian këtu në Maqedoninë e Veriut. Çka problem konkretisht dhe çka mundi të bëjë komuna e Strugës për të zgjidhur një problem, duke marrë parasysh se Struga është një qendër turistike dhe të ketë një deponi të tillë jo vetëm që dëmton shëndetin e qytetarëve të saj, por dëmton rëndë edhe turizmin. Tani e thash që është një problem i krijuar me dekada dhe punëtar që dhe të bëhe kryetari komunës dhe unë edhe për fillimit kur ka marrë do të bëje të ngres zërin sa më shumë. Keni bë takime, keni që me ambasadorin Evropiane në vend ngjarje, në deponi dhe lartë atje kemi pasi si është situata, e cila është alarmante, por neve kemi bërë një gjë, dhe thënë që e mirëmbajmë që mos ketë ndezje, djegje që është bërë më herët, dhe për çdo mundësi që kemi hap një tender ku një kompani e mirëmban me pjesën edhe me materi inerte të cilat e mbulojnë që mos ketë kundërmime dhe është mirëmbahet, por zgjidhja e tërhershme do të ishte kjo që tani është propozuar një deponi rajonale, ku edhe sot ishin në takim të këto deponit rajonale të cilët janë krijuar në Maqedoni, ku ambasada e Suedisë bashkë në të Zvicrës ka ndarë mjetër. Pjesë ndërmuese sa di unë është nga ambasada e Suedisë, diku 60 milion euro, por të bëjë deponi rajonale, cila do të bëjë të mundur që mbeturina sfakti të largohen, të mos hidhen më në Strugë. Do të krijojë që një zgjidhje për çështjen e mbeturinë edhe në Strugë, deponia rajonale. Fillimi është i bardhë dhe kjo do të krijohet sigurisht do bëhet të mundshme të zgjidhet ky si problem, dhe ka zgjidhje tjetër pa zgjedhur problem, se kjo është problem që nëse ne synojmë Bashkimin Evropian, normalisht ky problem do zgjidhet një herë për gjithmonë. Këto janë deponi rajonale ku dërgohen mbetjet atjeve, ku bëhet një fabrikë, ku do bëhet djegjen e tyre dhe do të prodhoje gaz ose energji elektrike, dhe ne kemi krijuar tani 19 komuna, jemi në pjesën jug perëndimore të Maqedonisë, ku kemi krijuar edhe këshillin dhe pritet tani të bëjmë një ndërmarrje publike, e cila ndërmarrje publike do të hape tender për një fabrikë të tillë, e cila shpresoj që edhe me ndihmën e qeverisë, normalisht të cilët kanë marrë edhe masa, tani kanë ndarë një pjesë të madhe të mjeteve, të pajisjeve të cilat janë përshtatshme për
ndarjen e këtyre mbetjeve për t'i transportuar në një vend caktuar për te ohrit dhe nga ohri mandej do të merren vetë paketohen dhe dërgohen në vendin në Uvacit, i cili është veç i përcaktuar dhe besoj që do të kemi sukses. Një problem tjetër me të cilën po përballen qytetarët e Strugës, sidomos gjatë sezonit veror, është uji i pishëm. A do të kenë struganët ujë dhe turistët ujë të mjaftueshëm gjatë sezonit veror? Ne kemi bërë tani është një ndër projekte kryesore që punohet me intensitet të madh, që do të vazhdojë të punohet edhe një 15 ditë, domethënë, deri 20-25 qershor, ku bëjmë ngrimin e tubacioneve të azbestit dhe kjo besoj kemi bërë diku 6.3 km dhe kjo pjesë do të bëjë të mundur që të ketë më shumë ujë se sa vitet tjera, sepse sipas ekspertëve dhe realizuesit që është tani, të humbjet e ujit lë ato tubacione është rreth 60 deri 70%. Dhe nëse kjo është e saktë, atëherë se ne këtë vit do të kemi shumë më shumë ujë se sa vitet e kaluara. Zotëri Gjyra, Struga njihet për si një qendër turistike verore. Po a ekziston ndonjë projekt që Struga të ketë turizëm 365 ditë dhe turizmi mos jetë i përqendruar vetëm 1 apo 2 muaj gjatë sezonit verës? Tani ta humbësh veprimtarinë e turizmit duhet shumë kohë dhe kjo ka ndodhur shumë kohë dhe është humbur veprimtaria e turizmit si veprimtari e parë. Domethënë e thash edhe më herë. Dhe për ta rikthyer normalisht duhet shumë masa të ndërmerren. Ato që thash, linjen ujore për Pogadec, rrit pastërtia e tjera dhe thonë edhe një projekt ka afatgjatë, i cili dhe të merret me operatorë të cilët Struga për fat mirë ka pas një pjesë të madhe të turistëve nga Holanda dhe vende të tjera. Ne tani kemi me filluar të mendojmë dhe kemi planet që të bashkëpunojmë me Turqinë, e cila është mjaft të prezente në Maqedoni dhe këto turistë mund të vinë edhe vinë tani edhe pas sezonit, vinë po i vinë kalimthi, duke ardhur në Strugë, minat duke fletur dhe vazhdojmë për Shqipëri. Ne duhet mendojmë që këto turistë mos jenë për një natë ose 2 netë që vinë, po të jenë më shumë se 2 për ta ne. Dhe këto duhet ta bëjmë jo vetëm me Turqinë, por edhe linjat e vjetra të cilat kemi pas me Holandën edhe shtetet perëndimore. Për fat mirë jam rritmi për linjat ajrore të cilat Struga e ka aeroportin shumë afër dhe mund vinë edhe nga vende të tjera. Tani kemi edhe nga Polonia linjen, kemi edhe shumë vende të tjera, domethënë edhe kjo do të na ndihmojë. Shpresoj që tërmbyllja e rrugës Kërçov-Strugë do të favorizojë turizmin, por edhe koridori 8 i cili shpresoj të mbyllet 2029 që është para pa, po le të jetë edhe 2030 që turistët ta kenë shumë më lehtë për të ardhur në Zotëri, ju përmendet Shkupit, mund të vini për 1 orë 15 minuta. Lu përmendet koridorin 8. A do të jetë Struga pjesë e koridorit 8 për shkak se kanë ndodhur shumë teori dhe shumë hipoteza? Unë nuk kam dash shumë debatoj në lidhje me këtë se është absurde të flipër për këtë gjë. Nuk ka mundësi koridori 8 të shkojë për te Strugës. Sepse edhe nëpër liçe po të kalojë, do të kalojë nëpër Strugë, sepse Struga kufizohet me Shqipërinë. Dhe koridori 8 kalon në Shqipëri. Nuk ka mundësi të vijë koridori 8 të shkojë në manastire të kthehet në Greqi të kalojë. Domethënë edhe absurd, biles edhe liko kur u hosi si ten kjo në mediume, në atë kohë kam thënë që nuk ka mundësi të ndryshojë përveç që kërkesa e UNESCO që keni dëgjuar ka qenë të jetë përshtatet me kërkesat e projektit. Projekti dhe kërkesa e UNESCO të jenë të konsoliduar të njëjta. Unë kam marrë pjesë edhe në UNESCO në Paris me Dhe tani në fund të pritet që të vinë një delegacion. Në 18-ën vinë delegacioni UNESCO që shpresoj dhe besoj dhe jam i sigurt se ky
dhe t'japin edhe ato në instruksionet e tyre dhe sugjerimet e tyre. Ata na kanë thënë edhe atje se nuk janë kundër ndërtimit të korridorit 8 dhe kjo do të ndodhe ne sigurisht Komuna e Strugës në mënyrë eksplicite, o i është drejtuar Ministrisë të Mjedisit edhe në UNESCO-s që ne kemi biseduar edhe me popullatën lokale atje, të gjithë janë pro ndërtimit të kësaj rrugë. Dhe për këtë, këtë dileme jam me bindje se korridori 8 jo vetëm që do kalon nëpër Strugë, po korridori 8 do të ndërtohet. Ajo që është më e rëndësishme është për sa kohë do të ndërtohet, dhe për sa shpejt do të ndërtohet, që kjo është pak sepse marrëveshja me Behterin sa diun është bërë. Dhe projekti i UNESCO-s a rrezikon që të zgjasë afatet e përfundimit të një rrugë kaq rëndësishme? Nuk besoj sepse ardhja e tyja sepse ata nuk vinë çdo herë, është delegacioni më lart që vin tani në Maqedoni dhe t'japë kahjet e duhur. Dhe ka atje një projekt, por mund besë i njëjti ose mund pak të devijoj, por sepse UNESCO ta kupton qytetarët, shikuesit tu, që UNESCO nuk do të thotë që vetëm liçeni i Strugës është në UNESCO. UNESCO do të thotë që është një përfshirje më të gjatë edhe të liçeni ohut, por edhe sipërfaqe e thellë në thellësi të Strugës, domethënë edhe në pjesë të një komune që është Debarca, edhe ajo përfshihet në UNESCO, domethënë ku kalon korridori 8. Nuk është që vetëm nga brevi i liçenit, ka edhe disa kilometra brenda, varësisht përcaktimit ose hartës që është caktuar, është i ndryshëm, por ka të bëjë me një thellësi shumë më të madhe se sa çmendohet që është vetëm përreth bregët të liçenit tonë. Zyra, a ka ndonjë projekt Komuna e Strugës për të tërhequr investimet e huaja kapitale, sidomos të Morgatës Rrugano, e cila është një morgatë me numër shumë të madh dhe shumë e fuqishme në diasporë? Projektet të cilët i ka Komuna e Strugës i ka projekt infrastrukturore tani, ku besoj do të kyçen edhe Morgata, kene projektet e parkingeve në toksore, të cilët edhe ato të janë privat e publik, të cilët edhe ato kanë një investim goxha i madh. Dhe një poddim shumë më sidomos gjatë sezonit të verës. Dhe këtë ku e thash ka probleme me parkimin toksore dhe ato që fola më herët, linjën ajrore, Pogadec, Strug, Pogadec, por edhe Ohër mund të ketë një trekanç. Edhe këtu ekziston mundësia shumë e madhe që të ketë, sepse ne nuk mund ta bëjmë këtë si ndërmarrje publike, por dhe tjetë ose private publike ose privat, të cilët ta kenë aklinë dhe ta zhvullojnë. Dhe këtu mundet qytetarët që e Strugës që punojnë në botën e jashtme mund të investojnë edhe në këtë drejtim. Ka edhe shumë projekte tjera, projekte më të mëdha, të cilët do të shohim ku mund të i inkuadrojmë ose i kyçim këto qytetarët tonë të cilët kanë mjete, por nuk kanë mundësi. Të përjakën si mundësi. Struga ka një traditë kulturore dhe letrare. Çfarë do të bëmi që ta bëmi Strugën një qendër rajonale kulturore dhe për ta bërë dhe për ta promovuar më shumë në arenën ndërkombëtare? Ne përreth parë në Strugë, do të keni verën e Strugës, dhe kemi marrë masat që dhe klubet zhvillohet jo 35-40 ditë, nuk kemi mundësi, por do të jetë në miniaturën e qytetit e Ohrit, ku do të hapën verën e Ohrit, ku do të hapet nga 14 korriki dhe zgjaset deri në 22 korrik, ku do të përfshihen përveç artistë nga Maqedonia, do të ketë edhe artistë nga Shqipëria, Kosova, ku do të ketë edhe përveç artistë këngëtarëve të ndryshme, shoqëri kulturale artistike, sepse Struga i ka disa festivale, ka festivalin Këngëho, kemi edhe festivalin Struga Fest, edhe festivalin për fëmijë, edhe Kultur Fest është ku ka të bëjë me dramën, me filmin,
Edhe kemi ndërthuar të gjithë këto pjesës të kulturës për të bërë një për të parë një kulturë të tillë. Normalisht Struga është vendi ku është edhe në mbrëmjet e poezive që këtë vit do të jenë në tokë të muaj për të parë pas shumë dekadash kthehet, ndryshon koha sepse ka qenë në gusht, këtë vit do të jenë në qershor. Edhe pjesa tjetër normalisht në Strugë ka mjaft poet, mjaft shkrimtar, mjaft dashamirë Preznjë të gjallë kudërore. të librit dhe të shohim që ta rrisim edhe në aspektin e analirit të librit që mund të jetë, edhe në aspektin dhe një festivali për librin, edhe pse nuk tani për tani nuk kemi dhe një mundësi për arsye se kemi shumë angazhime, por ekziston në programin ton për të rritë kjo. Zoti Fylla, ka filluar të diskutohet këtu tek një menaxhenja zgjedhjet e parakohshme. Ju keni qenë kandidat i pavarur, po kemi pasur mbështetjen e Vlenit. Mase do të kemi zgjedhjet e parakohshme, cili do të jetë qëndrimi politik i zotit Mendiqyra? Do të përkrahë Vlenin, do të rrije i neutral, apo do të kryej lëvizjen e vet politike? Tani unë kam marrë për Strugën më shumë, por sa do i pavarur thjesht në mbështetje të Vlenit, por edhe në qeverisë përgjithësi, të cilën unë e thash edhe më herët që kemi një përkrahje sepse shumë projekte zhvillohen dhe realizohen nëpërmjet tyre. Unë jam i njohës i Vlenit sepse kam përkrahur. Vazhdoj që bashkëpunoj me ata. Ata janë në konsolidimin e sipër, nuk kam marrë ndonjë qendrim, sigurisht unë jam pro tyre, sepse megjithatë duhet të ua kthej edhe pjesën e borxhit që e kam marrë. Dhe shpresoj në ndryshimet që kanë filluar dhe të vazhdojnë ndryshimet, dhe këto ndryshimet kam qenë gjithmonë. Mbështetja e Verit duhet të ndryshojë për mirë, edhe unë prioritet të vë gjithmonë ekonominë. Palen anash pjesën kombëtare gjithsesi, por ne duhet të ecim pak më shpejt në ekonominë sepse ekonomia është promotor i shumë gjërave tjera. Dhe për ta bërë këtë duhet të jemi sa më kompakt, sa më bashkëpunues, pa marrë parasysh edhe pozitë dhe opozitë. Por tani për tani unë që nuk kam dhe një përcaktim, pa marrë parasysh që rrinë me ata, kam bisedime dhe të shohim si do të zhvillohen ngjarjet, dhe të bëjmë më të mirën të mundshme për qytetarët shqiptar, por jo vetëm shqiptar, përgjithësi për qytetarët e Maqedonisë. Njëherë kemi obligim për ata që janë të Strugës, madje nivel më të lartë për të tjerët. Zoti Gjeve, duke qenë se jemi në minutat e fundit të emisionit, cili do të jetë mesazhi juaj për të gjithë ata turistë që kanë vendosur ta vizitojnë këtë vit Strugën dhe për mërgjimtarët që priten të vinë? Mesazhi im është që duhet këtë vit ta vizitojnë Strugën në sparë për ndryshimet që kanë filluar. E dyta, ato që se dinë, në Strugë është klima shumë e përshtatshme për shkak të altësisë mbydetare 694 metër altësi mbydetare, e cila paraqet gjatë verës kur ditën është temperatura 35, natën e ke 20-22 gradë. Mandeli, po edhe rruga është më e përshtatshme se shumë më mirë se vitet e kaluara, se është rregulluar. Dhe sigurisht do të ka edhe risi tjera, do të thënë fola edhe për pjesën tjetër e manifestimeve që do të zhvillohen. Dhe të bëjmë pamundur edhe që ta kenë më lehtë edhe trafikun, edhe parkingjet, edhe gjetjen e strehimit ku duhen të vinë, dhe sigurisht edhe plazhet të cilat tash kanë filluar të rregullohen dhe të ketë, por duhet ta dinë që ka edhe një kuzhinë interesante Struga, ku ka edhe disa restorante ekskluzive të cilat nuk i gjen as në Ohër edhe shumë vende tjera, po të vinë ta provojnë ushqimin. Rrugët përboren, kemi aeroportin, kemi koridorin 8 për bylle.
Kemi liqeni, kemi liqenin, gjithë rrugë të qenë struk. faleminderit shumë zoti Qire që ishe pjesë e emisionit tonë. Të nderuar shikues, ne me kaq përfunduam këtë emision, shihemi në emisione tjera.